Dhjetori është muaj i pyjeve në kuadër të angazhimit për mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e biodiversitetit, së bashku me 60 vullnetar nga e gjithë Shqipëria, Bashkinë Kukës, PP Nean, Ekologët për rajonin dhe ADMZM Kukës, u realizua mbjellja e 1200 fidanëve të pishës së zezë në malin e Munellës, njësia administrative Arrën. Ky aktivitet synon krijimin e një të ardhme më të gjelbër dhe të qëndrueshme për natyrën, mbrojtjen e riçebullit të Ballkanit, një specie e rrezikuar, si dhe ndërtimin e korridoreve ekologjike që lidhin zonat e mbrojtura. Përmes kësaj nisme synohet dhënia e një kontributi konkret për mjedisin dhe përcjellja e mesazhit se mbrojtja e natyrës fillon me veprime të vogla, por me ndikim të madh. Ndërkohë, në oborrin e shkollës së mesme të bashkuar Imer Mata, Zapot, janë mbjellë 100 fidan të pishës së zezë, duke kontribuar në rritjen e gjelbërimit dhe në krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm për komunitetin dhe brezat të rinj. Ky aktivitet është një dëshmi e bashkëpunimit mes institucioneve, organizatave mjedisore dhe komunitetit lokal, duke treguar se vetëm përmes angazhimit të përbashkët mund të mbrojmë pasuritë natyrore dhe të garantojmë një të ardhme më të sigurt për ekosistemet tona.